Dinakëria e vjehrës ja shkatërroi jetën djalit të saj duke sharë nusen e tij. Në një fshat të vogël, ku traditat ishin të ngulitura thellë dhe fjalët e pleqve mbanin pesh, jetonte një grua e njohur për dinakërinë e saj, Merushja. Ajo kishte vetëm një djalë, Arbenin, që e kishte rritur me përkushtim dhe sakrifica të mëdha. Por si çdo nën që e shihte djalin e saj si dritën e syrit, Merushja nuk e pranonte idenë që dikush tjetër do të merrte vendin e saj në jetën e tij. Kur Arbeni u martua me një vajzë të bukur dhe të thjeshtë, Erën, Merushja ndjeu një shqetësim të thellë. Era ishte e dashur dhe e sjellshme, por për Merushën ajo përfaqësonte një kërcënim. Ajo ndjeu se me ardhjen e Erës, kontrolli dhe ndikimi që kishte mbi të birin po fillonte të zbehej. Kështu që në ditët e para të martesës, ajo filloi të thurte intriga për të ndarë çiftin. Merushja përdorte fjalë të ëmbla përpara Arbenit, por pas krave të tij helmonte çdo bisedë. Kur ndodhte ndonjë keqkuptim i vogël midis Arbenit dhe Erës, ajo e përforconte, duke e bërë që problemi të dukej më i madh se ç'ishte në të vërtetë. Në pranitë e Arbenit, ajo e lavdëronte Erën për çdo punë, por sapo ai largohej, fillonte me kritika të ashpra ndaj saj duke i thënë: "Ti nuk je e denjë për këtë shtëpi. Djali im meriton më shumë se kaq." Çdo ditë Merushja i mbushte mendin Arbenit se nusja e tij nuk e donte vërtet dhe se ishte një grua pa vlera. Duke përdorur fjalë të maskuara dhe akte të vogla dinake, ajo ngadalë përçau marrëdhënien mes tyre. Sa më shumë që Era përpiqej të bëhej pjesë e familjes dhe të mbante një harmoni aq më shumë, Merushja punonte për t'ia prishur atë. Fjalët e Merushës filluan të zënë vend në mendjen e Arbenit. Ai nuk e shihte më Erën me të njëjtën dashuri dhe besim. Çdo veprim i saj i dukej i dyshimt. Dyshimet dhe tensionet u rritën aq shumë saqë ai filloi të largonte veten nga bashkëshortja e tij dhe të mbështetej gjithnjë më shumë te nëna e tij. Era e ndjente këtë ndryshim dhe ndonse e kuptonte burimin, ishte e pafuqishme të ndalonte atë që po ndodhte. Përpjekjet e saj për t'u afruar me Arbenin ishin të kota pasi ai gjithnjë merrte anën e nënës së tij. Përplasjet u bën të shpeshta dhe marrëdhënia e tyre filloi të shembet. Pas disa muajsh tensioni dhe keqkuptimesh të pandërprera, Arbeni nën presionin e nënës së tij dhe duke mos e dalluar me të vërtetën nga gënjeshtra, vendosi të ndahej nga Era. Merushja e kënaqur që kishte fituar e përqafoi të birin duke i siguruar se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Por pas ndarjes Arbeni filloi të ndjente boshllëk. Ai e kuptoi shumë vonë se dashuria dhe ndjenjat që kishte pasur për Erën ishin të vërteta dhe se ishte manipuluar nga nëna e tij. Më vonë lajmet që Era kishte nisur një jetë të re larg tij e thyen më shumë shpirtin e tij. Në fund, dinakëria e Merushës nuk ja shkatërroi vetëm jetën Erës, por edhe të birit të saj. Arbeni mbeti i vetëm, pa nuse dhe pa dashurinë që dikur e kishte pasur. Merushja e kuptoi gjithashtu, por shumë vonë, se në përpjekjen për të kontrolluar fatin e djalit të saj, i kishte shkatëruar atij mundësinë për të qenë i lumtur.